Liçeni i Ulcës përballet me të njëjtën problematikë çdo vit dhe sa herë ka rreshje të gjata shiu, si pasojë e rreshjeve të ditëve të fundit, ku pati rreshje të nivelit të ujit në Luminmat, mbetërina nga më të ndryshme përfunduan në liçenin e Ulcës, duke i dhënë atij jo vetëm doti për gjallësat nënujore, por edhe një pamje të shëmtuar. Të gjitha mbetërinat janë shpërndarë në breg të liçenit e pjesa më e madhe e tyre ka ngecur pranë digës së hidrocentralit. Situata është alarmante për grupet e peshkatarëve, të cilët shprehen se prania e mbetërinave plastike apo llojeve të tjera rrezikon jetën nënujore të liçenit, por edhe ndikon negativisht në cilësinë e peshkut që rritet në këtë liçen. Ata kanë kërkuar vazhdimisht që sipërfaqja e liçenit të mbahet e pastër nga mbetërina të tilla, si dhe të respektohet marrëveshja e bërë me kompaninë turke Kurum. Se me bllokimin e shkarkuesit të mbetërinave kanë qenë zëtuar që në shtator të 2024-s do të sillte makineri për pastrimin e mbetërinave në liçen që vijnë nga prurit e lumenjve. Banorët thonë se jo vetëm që nuk e solli në vitin 2024, por mbyllet edhe viti 2025 dhe përsëri nuk po e sjell. Praneria e madhe e mbetërinave në basenin ujor të Ulcës ka dhënë impakt negativ edhe në turizëm, teksa vizitorët përballen me një pamje të tillë.